jozi apo gjesti? Kush e ka fajin? Ai që provokoi apo ai që u provokua? Ai që qolloi apo ai që u rrëzua? Shqipëria apo Kosova? Kush e ka fajin? Sa do dënohet? Si do dënohet? Kush do fitoj? E tjera pyetje kanë bërthyer vëmendjen e të gjithë publikut shqiptar, kështu që nuk mund të bëjmë ndryshe përveç se t'i kushtojmë këtë tregim. Her pas here mendoj që ne jemi këtu, njerëzit e medias janë këtu pikërisht për t'i thënë mjaft, lëre, kjo është pa vlerë, s'duhet merresh me një bisedë që s'ka asnjë, s'është produktive, nuk të çon asgjë kundi. Po pastaj në fund të ditës them, po mirë, ja dhe e thashun, mos u merr me këtë. Edhe do mund të them diçka që ta marrë ty vëmendjen aq sa ta ka marrë sheri famshëm Gjesti Jozi? Puna madhe se unë nuk e dija kush ishte Jozi. Madje Jozi mendova që ishte grua në një kohë të gjatë, ai ishte burr, ishte goxha burr madje. Nga ata burrat shqiptar që e kanë gati pëllëmbën. Edhe qelloi një djalë të vogël që është Gjesti, që tani përveç se gjithë të tjerave, përveç se lojtar, tani është edhe viktim. Dhe bashkohen gjitha, dhe viktima dhe lojtari, dhe praktikisht ai është fituesi Big Brother. Nuk e di, në idenë time të lojës, Gjesti sapo ka fituar lojën. Po ne kemi humbur një moment të rëndësishëm, siç është fushata. Do duhet ishim të fokusuar te fushata, por ata nuk e morën dot vëmendjen tonë, pavarësisht përpjekjes për spektakël, sepse spektakli i vërtet ishte atje, ishte tek Big Brother. Dhe për herë të disat do duhet ta pranojmë që vëmendjen e merr realiteti. Ai ishte realiteti i dhunës, i provokimit, i lojës, ishte reale. Nuk ishte, siç do donim ta mendonim, e krijuar që të mbaj vëmendjen tonë, nuk ka rëndësi, ishte reale, ishim ne. Ishim ne që nuk mbajmë dot nervat, ishim ne që bërtasim, ishim ne që ulërim, ishim ne që provokohemi, ishim ne që arrestohemi, ishim ne që luajmë. Dhe pastaj duam të gjejmë kush e ka fajin, dhe në këtë përpjekjen për të kuptuar kush e ka fajin, i shpallim luftë vetes son, se Kosova është vetja jonë. Por, ajo që pash dje, më ka ndodhur edhe një herë tjetër, në fakt. Më ka ndodhur ndërsa bëja një emision për 4 shkurtin, në një debat me një historian dhe me një gazetar, dhe debati u kthye në nota të tilla, të cilat në një moment më bën të hap syt të kuptoj që ne nuk dim asgjë për njëri tjetrin. Ne nuk e njohim njëri tjetrin. Dhe që ta duash tjetrin, që ta kuptosh që ai është pjesë e jotja, pjesë që të mungon, duhet më përpara ta njohësh, ta dish që e ke pasur. Po këtu mungon një njohje e madhe, e të qenit bashk, e të qenit të plot bashk. Me sa duket, ata që quhen intelektual, elita, njerëz të cilët drejtojnë kombin, nuk e kanë dalë që t'ia shpjegojnë kombit plotërinë dhe nevojën e jashtëzakonshme për të qenë bashkë. Kështu që do na duhet Big Brotheri, do na duhen të tilla lojra reale, apo do na duhen të tilla mënyra qoftë edhe dhune për të kuptuar se ne nuk njohim njëri tjetrin. Dhe ky është një fatkeqësi e madhe, është padyshim një fatkeqësi e madhe. Por s'ka që ja, ra kjo shpull edhe u njohëm. Ndodhi kjo e Jozit, që tani padyshim ja kemi vënë kufirin të Thana, dhe Gjesti në të gjitha mënyrat po e mbrojmë, po e tregojmë, edhe po njihemi me njëri tjetrin, ne këtu dhe ata atje. Që në fund të ditës nuk është se kemi shumë të përbashkëta. Fare mirë, Gjesti mund të ishte i jugut apo i veriut të Shqipërisë, edhe shumë mirë Jozi mund të ishte i veriut të Kosovës, i Prizrenit, mund të ishte i Pejës, fare mirë, nuk ka ndonjë ndryshim po ta shikoni, nuk është se një djalë Kosove nuk mund ta bënte këtë gjë, ndërsa një djalë Shqipërie po do e bënte. Në thelb ne kemi këtë tregimin e forcës, ne kemi këtë mos përmbajtjen e nervave ose mos edukimin emocional. Dhe kjo është
është për të shpjeguar, është për të kuptuar, është mungesë e madhe jona, po nuk është vetëm këtu në Shqipëri, është edhe andej në Kosovë. Jemi në të dy anët me të tilla mungesa. Kështu që nuk kemi pse bëjmë tani të mërziturin ose të bezdisurin nga fakti që Gjesti dhe Jozi po na tregojnë se gjëra që nuk i dim për veten. S'ka gjë. Ndodhi dhe le ta njohim veten më mirë. Unë jam me të dyja duart të tilla spektakleve, të cilat marrin vëmendjen e njerëzve dhe në këtë mënyrë ti arrin të kuptosh që kush jemi. Sepse ata nuk janë kinse, ato janë spektakle reale që në thelb pavarësisht lojës na përfaqësojnë. Dhe sa mirë që aty ka dhe njerëz nga Kosova, që nuk jemi vetëm ne tanët, domethënë, po jemi ne tanët, po tanët andej, ne tanët në dialekte, ne tanët në gjini, ne tanët në mundësi, ne tanët në seksualitet, se tanët jemi në të gjitha mënyrat. Dhe jemi kaq pak sa kjo lufta që kemi shpall njëri tjetrit është shfarose për ne. Kështu që spektaklet të tilla na bëjnë pafund mirë për t'u njohur, për të kuptuar edhe pastaj për t'u zënë brap, s'ka problem se ne kështu e shfaqem me sherr. Por do doja vetëm të thosha sot dy fjalë, jo për të ndarë shapin nga sheqeri, për të ndarë Gjestin nga Jozi, se madomendja produksioni do t'i sqaroj në fund, do t'i bashkoj, do t'i kërkoj ndjes, nuk do kthehet në luftë mes nesh, uroj. Më thënë, ta mbajmë frymën edhe një javë. Por, unë nuk e quaj një temë që s'më përket. Përkundrazi, do t'i përfshihesha kësaj teme, sikundër do i përfshihesha çdo teme popullore, e cila për sa kohë ka zgjuar vëmendjen e secilit njeri të pavëmendshëm në këtë vend ndaj për shembull fushatës, ose ndaj luftës, ose ndaj tatimeve, ose ndaj shkresave të ujësjellësit, apo shkresave të dritave, apo ndaj rritjes së çmimeve, apo ndaj ardhjes për herë të 27 të emigrantëve në Gjadër, e të tjera tema, nga ato që nuk na hyn në sy fare, se në fund të fundit pse do na hyn në sy, neve kemi shqetësimin e madh. Ne kemi shqetësimin e madh me Gjestin dhe Jozin. Kështu që le të bashkohemi temën së Gjestit me Jozin dhe le të shpjegojmë dhe le të përpiqemi të kuptojmë çfarë ndodhi. Një arsye ka që kjo temë është kaq popullore. Andaj, pa i bërë bisht, ta shohim drejt në sy edhe të themi çfarë mendojmë secili prej nesh. Pra, ajo që unë mendoj është që jam me Gjestin. Duhet ta pranoj. Jam me djalin nga Kosova, që mund të ishte fare mirë një djal nga Tirana, por u qellua, u rrëzua. Ani pse provokoi. Këtu jemi, prandaj jemi njerëz edhe jo frymor, sepse duhet ta përballojmë provokimin. Madje një prej gjërave që nuk më pëlqen fare në fjalorin e të fortëve është ai më provokoi ai. Ai më pa në sy, pse më peti mua dhe tak vdesti, me njerë nuk jema. Pse po më shikohet ti, pse hape xhapin e makinës dhe ti si e më zhdukesh. Do thënë, kjo është një prej shprehjeve të fortëve. Kjo është prej Jozit, ndjes se Jozi nuk e njoh fare, unë nuk e di kush është Jozi, dhe unë nuk e bëj fare ndarjen Shqipëri-Kosovë. Do thënë, fare, e thash që në krye. Mund të ishte i Kosovës Jozi dhe mund të reagonte po njësoj. Por fraza më provokove është fraza që më vëllavrase, më vrasë ndërnesh. Provokohemi nga gruaja e cila është e veshur lehtë dhe e përdhunojmë, provokohemi nga gruaja që ngre zërin dhe e rrajmë, provokohemi nga fëmia që kundërshton dhe e grushtojmë, provokohemi nga vetja dhe çmendemi, provokohemi nga shitsi i thot prit në radhë dhe bërtasim, provokohemi nga njeriu në trafik dhe vemi e sulmojmë, ne provokohemi kollaj, sepse jemi jo sa duhet të qytetëruar. Kështu që problemi është tek vetja, as te Gjesti, as te Jozi. Është tek vetja, tek nevoja që kemi për të qytetëruar, për të mbajtur provokimin dhe për të komunikuar si njerëz. Kështu që spektaklet të tilla i bëjnë mirë debatit të madh, i cili mund të devijohet nga Shqipëri-Kosovë, se nuk është i tillë në fakt, dhe mund të jetë unë edhe unë, ti edhe ti, ne edhe ne,
ne tanët që provokohemi edhe ju që provokoni. Debati është i brendshëm, nuk është kur jashtëm. Andaj, më mirë që ndodhi që ta zgjidhim. Dhe mos ta zgjidhim, të paktën ta lehtësojmë. Kështu që jam pro. Edhe njerë po them debateve të tilla, nuk jam kundër, nuk jam për t'i vënë kapakun, themi hajde merrem me gjërat e rëndësishme. Gjërat e rëndësishme janë ato që marrin vëmendjen tonë. Në mos janë të rëndësishme, janë reale. Një arsye e ka që e ka marrë vëmendjen tonë. Dhe kjo mbase është nevoja jonë për të qytetëruar pak. E kemi kuptuar që diçka nuk shkon dhe ja jemi përfshirë të gjithë në këtë debat që t'i japim vetes një mundësi. Ushtofshin debatet që na ndihmojnë të shpëtojmë nga vetja. Regjistrohet tek Rudina dhe Dritare Televizion janë 2 kanale të cilat mundohen her pas here të jenë zëri yt. Disa herë jarin, disa herë jo dot. Po ne përpiqemi. Sot me qira fjala, dikush bëri subscribe-in final për të bërë 170.000 fix te Dritarja. Faleminderit. Dhe tek tjetra jemi tek Rudina Xhunga që u hapsin kanal backup-i, po në fakt nuk është e tillë, jemi mbi 72.000. Kështu që po shkojmë 300.000. Tani po i mbledh dhe unë si Lulbasha, po aty po shkojmë. Madje nëse ju të gjithë sot bëni subscribe, do e kalojmë dhe 300.000, jam e sigurt. Faleminderit.